Por duhet të them se ne domosdoshmërisht duhet ta bëjmë këtë proces. Duhet ta përfundojmë procesin në gjitha dimensionet e tij. Unë kam parë punët cilat janë përfunduar në zyrën e kryeministit dhe ato cilat kanë mbetë dhe cilat janë përfundim e sipër. Dëshiroj që të kemi informata edhe prej ministrive tjera përkatëse se ku janë me detyrimet e tyre dhe me përmbushjen e obligimeve të tyre në mënyrë që ta bëjmë një agjendë që ne dëshirojmë që ta përmbyllim deri në fund të muajit maj dhe jo matutje, sepse periudha tjetër mbetet periudha bashkërënditjes edhe korrigjimeve, korektimeve të nevojshme të cilat duhet i bëjmë me Bashkimin Evropian. Për ne është me rëndësi që ne të krijojmë kushtet, kemi një administratë profesionale, një administratë të depolitizuar, një administratë e cila është funksionale, të mos kemi dyzim apo tërfishime të punëve ndërmjet ministrive apo ndërmjet sektoreve të ndryshme të cilat ne imbulojmë, të kemi sistem të pagave i cili është në paraspesh me punën që çdo njeri e bën administratën publike, edhe që mendoj se po arrim që atë ta bëjmë tani.